Në kishën mitropolitane të Fjetjes së Ilindëses në Panajat të Imbrosit janë mbajtur shërbesat e shenjta me rastin e përvjetorit të 65 të hyrjes në radhët e klerit të Patriarkut Ekumenik Vartholomeu. Së bashku me 3 primatët e kishave në shërbesat e shenjta morën pjesë edhe shoqëruesit e tyre. Fortlumturia e tij kryepiskopi Joan u shoqërua nga At Emiliano Lito, protopresbiter, epitrop arkiratik i mitropolisë së Gjirokastrës dhe hirodiakon Nifoni. Kryepiskopi Joan ka mbajtur edhe një fjalë përshëndetëse ku tha se në këtë kishë para 65 vitesh, tërshenjtëria e tij, Patriarku Ekumenik mori shkallën e parë të priftërisë, jo për t'u shërbyer, por për të shërbyer dhe për të kullotur grigjen shpirtërore të kishës së Krishtit. Ndër të tjera, fortlumturia e tij vlerësoi mbështetjen e kishës Mëm për Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, në një nga çastet më kritike të historisë së saj, duke dërguar si egzark patriarkal kryepiskopin e Ndjer Anastas, për të cilin tha se ishte ringritësi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Sot sjellni përpara jush dashurinë, mirënjohjen, lutjet dhe urimet e klerit dhe të popullit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Duke përsëritur sot, do ta përsërisim gjithmonë. Kisha e Shqipërisë ka shijuar dhe vazhdon të shijojë frytet e mundimeve të dashurisë dhe të lutjeve tuaja. Dhe ju sigurojmë se vendi që dëshirojmë të kemi është ai i Aronit dhe i Horit, të cilët kur duart e Mojsiut të rëndoheshin, i mbanin lart njëri nga ana e tjetri nga ana tjetër, pra vendi atyre që i mbështesin, e atyre që punojnë për paqen, pajtimin dhe unitetin e kishës, për shumë vjet të shenjtëria juaj. Mëtej kryepiskopi Joan theksoi se Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka shijuar dhe vazhdon të shijojë frytet e mundimeve të dashurisë dhe të lutjeve të Patriarkut Ekumenik.